Kemi rikthyer jam në këndin e intervista me Malinda Bregun, sekretare e përgjithshme e Këshillit për Bashkëpunimin Rajonal. Unë e njoh si RCC dhe në Shqip sot u mora me titullin. Më duket edhe mua se në Shqip nuk tingëllon aq përshtatshëm. Është Këshilli për Bashkëpunimin Rajonal, i cili në fakt në mëngjes ishit në Zvicër kur folëm bashk, tani mbazite jeni në studion këtu në Tiranë, si po e balanconi kohën midis punës, familjes, angazhimeve, udhëtimeve? Me vështirësi. Herë më mirë, ose me ditë më të mira dhe javë më të mira, dhe herë sigurisht disaster. Nuk ka asnjë mundësi për t'i bërë gjitha gjërat perfekt. Sepse udhëtimet janë të shumta, puna më detyron që t'jem thuajse gjatë gjithë javës në udhëtime. Mandati dhe misioni mbulon 13 vendet Europës juglindore, po ndërkohë vendet të cilat janë pjesëmarrëse përfshirë organizata të tjera ndërkombëtare janë 46, duke filluar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Irlanda e me radhë, dhe je detyruar që kudo që t'jenë aktivitete, të paktën aktivitete kryesore, t'jesh prezent. Pra, pavarësisht se qendra është në Sarajevo, në Bosnjë Hercegovinë, mbuloni jo vetëm Ballkanin, ka pas një perceptim që RCC-ja mbulonte kryesisht Ballkanin. Jo, RCC-ja ka lindur para 11 vjetësh si pasardhës së procesit të paktit të stabilitetit. Dhe u vendos në Sarajevo për t'i dhënë një mundësi Sarajevës dhe Bosnjë Hercegovinës, e cila vinte pas luftës, për të patur sa më shumë prezencë ndërkombëtare. Dhe qendra është në Sarajevo, zyra tjetër është në Bruksel, por ndërkohë puna është në ajër, thuajse gjithkohën duke fluturuar. Tani, e keni një vit që bëni këtë jetën e fluturimeve, angazhimin si sekretare përgjithshme e Këshillit për Bashkëpunimin Rajonal. Mandati juaj është 3 vjeçar, pra keni edhe 2 vjet të tjera. Mandati është 3 vjeçar me drejtë rizgjedhje. Për të kërkuar me drejtë rizgjedhje do thotë që do kandidoni sërish për një mandat tjetër? Jo, sqarova thjesht siç është mandati. Jo, mendova se mos po mendoni për mandatin e dytë. Sa i rëndësishëm është ky këshill në Bashkëpunimin Rajonal, meqense e ka dhe në titull? Në fakt, Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal është institucioni më i rëndësishëm i cili faciliton, koordinon dhe nxit pjesën agjendave për të cilën bashkëpunojnë të gjitha vendet e Europës juglindore. 6 prej tyre janë vende apo ekonomi të cilat ne i njohim si ato të Ballkanit Perëndimor, një pjesë janë vende anëtare të Bashkimit Evropian, sikurse është Greqia, Rumania apo Bullgaria, apo Moldavia, për shembull, e cila duket sikur nuk bën pjesë në këtë 12-ën e Europës juglindore, por i është bashkangjitur këtij procesi. Dhe ne mundohemi që të përshtasim me kohën dhe me trendin e zhvillimeve, ku në përgjithësi sot asnjë nga ekonomitë dhe asnjë nga vendet nuk ja del dot për t'i bërë ballë sfidave. Ndaj ka një arsye dhe po ta vësh re të gjitha ekonomitë në botë tentojnë që të grupohen dhe të funksionojnë në formën e rajoneve. Por, sigurisht, për vendet, për rajonin tonë, pra për Ballkanin Perëndimor dhe për ekonomitë tona, merr një kuptim edhe më të madh, sepse të orientuara me një qasje dhe në një proces të integrimit evropian, domosdoshmëria për të krijuar një treg të përbashkët sipas modelit të tregut të Bashkimit Evropian, dhe domosdoshmëria për marrëdhënie të mira me njëri tjetrin është edhe një kusht, edhe pse jo një detyrim për të vazhduar përpara në pjesën e bashkimit me Europën. Zonja Breku, çfarë është zona ekonomike rajonale dhe a mund të aplikohet në Ballkanin Perëndimor? Zona ekonomike rajonale është një projekt i cili ka nisur prej tashmë 3 vitesh më parë në samitin e Triestes, ku të 6 liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor të ekonomive ranë dakord për të krijuar një zonë apo një treg të përbashkët ekonomik. A është ky ai famshmi mini Schengen? Jo, nuk është. Ka një keqkuptim shumë të madh në fakt, dhe përveç titullit që ka krijuar shumë zhurmë, besoj që proceset janë 2 proceset ndara. Ne punojmë për krijimin e tregut të përbashkët rajonal të 6 vendeve. Pra ku 6 vendet kanë rënë dakord. Dhe kur them 6 vendet apo 6 ekonomitë, e theksoj këtë për të thënë që Ballkani Perëndimor funksionon në këtë pikë si njëjtër. Në Këshillin e Bashkëpunimit Rajonal apo në RCC, Kosova ka një vend, sikurse ka një vot baraz me Serbinë, apo baraz me Greqinë, apo baraz me Bosnjë Hercegovinën, apo Moldavinë, Rumaninë, të cilat janë vende që nuk e njohin Kosovën si vend të pavarur. Pra, krijimi i një tregu të përbashkët rajonal, për cili për ne kalon në disa shtylla kryesore. Njërën unë e shoh që ju e keni në screen, që është pjesa digjitale, tjetra është mobiliteti apo lëvizja e qytetarëve, ku ne po punojmë me një agjendë shumë interesante e cila nuk është se nuk ka hasur në vështirësi, është ajo e njohjes së ndërsjellë të diplomave dhe kualifikimeve. Pra, duke nisur me 4 profesione që të kenë mundësi
një inxhinier nga Prishtina, në rast se nuk gjem punë dot në Prishtinë, ketë mundësi të shkojë dhe të punojë në Sarajevo, apo një mjek nga Sarajeva që nuk gjem punë për shembull në Sarajevo, punojë në Podgoricë. Kemi frameworkun e investimeve dhe tregtin, që doja t'i përmendja për të bërë në një farë mënyrë dallimin me procesin që ka lindur së fundmi dhe që njihet si mini Schengen. Ka vështirësi sepse marrëdhëniet apo mosmarrëveshjet bilaterale pengojnë nga një herë dhe jo rrallë herë, në fakt, sikur se ka ndodhur gjatë vitit të fundit, pjesën e bashkëpunimit dhe të zhvillimit rajonal. Për shembull, historia e roamingut ishte një histori suksesi, pavarësisht se u arrit mes shumë vështirësive, sepse të gjitha ekonomitë ranë dakord me një qasje që zakonisht politikanët janë të parët që e nuhasin. Në momentin që qytetarët përfitojnë dhe do të thotë një përfitim ekonomik në xhepat e tyre, sepse telefonia kushton më lirë prej korrikut të këtij viti deri në zërimin e saj, pra në tarifat zero në vitin 2021, ndërmjet 6 ekonomive tona, por kjo lloj qasje nuk arriti dot që të konkludojë për shembull me agjendën e lëvizjes së ndërsjelljes të njohjes së diplomave dhe të profesioneve. Për shembull, është e pamundur që një qytetar kosovar të ketë mundësi që të shkojë të punojë në Bosnjë në rast se nuk do të marrë një vizë. Pra, këto lloj mosmarrëveshje shpengojnë edhe zhvillimin dhe çuarin përpara një agjende rajonale, sikurse është agjenda e njohjes apo e mobilitetit, pra lëvizjes së lirë të qytetarëve në rajon. Se nuk jepen më lehtë vizat, se po flasim për bashkëpunim shumë më tej se sa dhënia e një vize. Asnjëri nuk pretendon sot se Ballkani ka hedhur pas krave, pavarësisht se ka ndryshuar shumë me 10 vite më parë, me 20 vjet, pasi nuk mund pretendoj se i ka hedhur pas krave të gjitha historitë dhe problematikat që janë atë. Dhe shpeshherë proceset e negociatave janë më të vështirat. Megjithatë, dua të them që ka një lloj vëmendje dhe ndërgjegjësimi në të gjitha ekonomitë e rajonit për ta lehtësuar lëvizjen e lirë të qytetarëve nëpërmjet kartave të identitetit. Ne kemi propozuar, përpara se të niste historia e mini Schengenit, ne kemi propozuar në korrikun që kaloi në samitin e Berlinit në Poznan, sepse është gati e pamundur që një grup të rinj t'ju ofrosh një mundësi lëvizje për të njohur diplomat, ndërkohë t'ju duhet që trokasin përsëri për të marrë viza. Dhe ky është realiteti që është në rajonin tonë. Zona ekonomike rajonale përfshin, le të themi, integrimin e tregtisë, krijimin e një hapësire dinamike investimesh rajonale, lehtësimin e mobilitetit, krijimin e një agjende digjitale që ju e përmendët. Por sa real është ky integrim i tregtisë, i ekonomisë, i bizneseve? E kuptoj që është shumë e vështirë që zakonisht të bindesh me shifrat e ndryshimit. Për këdo që jeton dhe punon me këtë agjendë, e kupton që është e vështirë për të bërë hapa kolosal dhe për të kapërcyer nga një prag në tjetrin, por ndryshimet ndodhin çdo ditë. Përmenda pak më parë historinë e roaming, e cila është një histori që është jo vetëm interesante, por është një histori suksesi. Pjesa e agjendës së përbashkët për krijimin e një rrjeti të investimeve dhe një kuadri investimesh në rajon. Pra një biznesmen i huaj, i cili kërkon të investojë në Shqipëri, por Shqipëria është një treg shumë i vogël dhe mund të mos jetë interesant mjaftueshëm. Po aq edhe Maqedonia e Veriut, po aq edhe Mali i Zi. Të ketë një kuadër investimesh të përbashkët rajonal. Dhe kjo është e mundur pikërisht duke krijuar këtë lloj të bashkëpunimit ndërmjet agjendave të investimeve të gjitha vendeve. Kjo është ajo që bëjmë ne. Ne nuk e çojmë dot përpara bashkëpunimin rajonal dhe as vendosim ne agjendat. Agjendat i vendosin qeveritë. Ajo që bëjmë ne është që kemi mundësi të koordinojmë dhe facilitojmë bashkëpunimin ndërmjet qeverive të rajonit për t'i dhënë mundësi atyre agjendave që forcojnë lidhjen e ndërsjellë ndërmjet njerëzve, por njëkohësisht i japin mundësi krijimit të një tregu i cili është i ngjashëm me tregun e vetëm europian. Si ja dilni u ta bëni këtë në kushtet kur sot ka dalë indeksi korrupsionit, për shembull, i Transparency International? Them drejtë, nuk jam habitur nga indeksi korrupsionit, nuk jam habitur nga indeksi korrupsionit, sepse ne kemi një studim tonin i cili votohet dhe publikohet çdo vit. Tani jemi në fazën e përfundimit të mbledhjes së dënave për vitin 2019, që është Ballkan Barometri. Dhe them të drejtën vjet, në momentin unë isha pra kisha nisur mandatin tim kur Ballkan Barometri sapo morëm të dhënat e para, ka qenë një situatë jo komode fare për gjithë ne, edhe për një pjesë shqiptarëve që ishim në zyrat dhe që punojnë në RCC. Sa filluan të ndanin dhe të lexonim her mbas here dënat për shkak sepse shifrat ishin alarmante. Pra unë nuk prisja që të lexoja dhe dëgjoja sot për indeksin e korrupsionit, sepse nga Ballkan Barometri i vjetshëm, qytetarët e rajonit në mënyrë masive, mbi 72% prej tyre besojnë, ose në rast se duam ta themi ndryshe, nuk besojnë tek drejtësia, tek parlamentet, politika dhe tek qeveri.
që do të thotë 72% prej tyre mendojnë se niveli i korrupsionit është më i lartë në këto sektor. Pra, është një situatë të cilën ne e ndjejmë çdo ditë në perceptimin e qytetarëve. Dhe çfarë investimesh flisni ju që do të ketë në këto vende, apo t'i shkëmbejnë, apo tregtia mund të fillohet në kushtet kur ka këtë klimë, korrupsioni, konflikti interesi, mungesë transparence, mungesë balancë pushtetesh. Kjo është të dorëzohesh edhe të tërhiqesh dhe të thuash që në këtë rajon, i cili deri dje ka patur luftra, sot duhet vazhdoj të jetë peng i mos besimit tek qeverisja, apo duhet jetë peng i mos zhvillimit. Ky nuk është argument për të tentuar dhe për të promovuar një agjendë të bashkëpunimit të ndërsjellë ndërmjet vendeve. Jo, argument nuk është argument për t'ju demoralizuar, por aja u vështirëson punën. Sigurisht e vështirëson punën, ja u thash pak më parë. E vështirëson punën sepse ne na pengon zhvillimin dhe çuarjen përpara të agjendave të cilat janë agjenda rajonale. Megjithatë, e përsëris edhe një herë, nuk është rajoni i Ballkanit Perëndimor, rajoni në të cilin idet e mira sapo lindin gjejnë menjëherë tapetin e kuq të shtruar. Madje nganjëherë më duket sikur idetë e mira vriten më shpejt se sa të marrin frym në këtë sinorin ku jetojmë ne në këtë pjesë të botës. Por është absolutisht dhe duhet një përpjekje më shumë, por ndryshe, problemi më i madh që do të kenë në vendet tona nuk do të jetë as korrupsioni, nuk do të jetë as krimi, do të jetë shpopullimi masiv që po ndodh. Sepse vetëm vitin e kaluar ne kemi patur një rritje në 13% menjëhershme të qytetarëve dhe të rinjve të cilët duan të largohen nga rajoni. Madje unë kam përmendur shpesh herë në të gjitha takimet. Ndodh rrallë herë që dy të dhëna statistikore, të paktën në një sondazh të përputhen në mënyrë perfekte. 61% e të rinjve 18 deri në 24 vjeç në rajon janë ata që mbështesin më fort procesin e integrimit evropian. Por po 61% e tyre thonë që në rast se kjo gjë nuk ndodh, ata janë të gatshëm të largohen nga vendet e tyre. Pra e shohin si një garanci për të pastruar dhe për të reformuar shoqëritë e tyre. Ky është problemi më i madh që ka sot rajoni. Dhe meqenëse jemi tek integrimi, nuk ndodhi në tetor, u dha ajo veto nga presidenti Macron, tashmë jemi në kushtet që ndoshta në ditët e para është shtyr publikimi i një metodologjie të re që po përgatit komisioneri i ri për zgjerimin, komisioni i ri evropian. E cila edhe kjo metodologji do të dalë diçka më vonë nga shkurti. Çfarë pret ndodh me këtë metodologjinë? Do përmirësohet, do vështirësohet për Shqipërinë dhe vendet e tjera të rajonit? Hapja negociatave i gjithë procesi. Më duhet përsëris vetëm, por e kam bindje, unë nuk besoj që një proces politik mund të ndryshojë me metodologjinë. Ose e thënë më saktë, nuk është metodologjia ajo që vendos kahun edhe rrjedhën e një procesi politik. Procesi i antarësimit në Bashkimin Evropian është proces jetik, politik, transformimi për gjitha shoqëritë tona. Sigurisht që për të kaluar një situatë jo normale të një vetoje të vendosur, jo vetëm nga Franca, në fakt, në Franca ishte dolin linjë parë, por ishte Danimarka, ishte Holanda, në tetor u kërkua dhe një qasje tjetër, edhe sepse në fakt procesi i negociatave ka marrë shumë kohë dhe për vendet që janë në negociata. Zvarritje nga hapja e kapitujve deri pra ka një nisje, por gati s'ka një përfundim. Dhe sigurisht që në rast se do të ketë një shpikje apo një ide shumë interesante në metodologjinë që do të publikohet mbas sa ditësh, mbase për disa nga fushat që do të propozohet, mund të ketë një ecje përpara. Kryesisht do të jetë për pjesën e sundimit të ligjit, pra për kapitullin 23 dhe për kapitullin 24. Megjithatë, e përsëris prap, ky nuk është një proces i cili varet nga metodologjia, është një proces i përveshjes së mëngve nga vendet aplikante, dhe i ruajtjes së kredibilitetit të vërtetës nga të dyja palët, dhe nga Europa, sepse ne flasim shpesh herë për Europa duhet mbaj fjalën për të mos humbur kredibilitetin. Nuk duhet harrojmë që ka edhe një faqe tjetër në këtë histori, dhe është historia jonë. Edhe ne duhet jemi dhe të ruajmë kredibilitetin për reformat që kemi nisur dhe marrë për sipër. Mbetemi pak këtu. Kisha dje, ish ministri i jashtëm zotin Bushati në studio dhe ai foli për një pakt për Europën, që politika shqiptare duhet bëjë në emër të integrimit dhe sfidave që ka ai. Kam gjetur një prononcim tuaj në parlament të vitit 2016, në fund i vitit 2016. Ta ndjekim pak, lutem, i referoheni pikërisht integrimit. Hapjen e negociatave e shohim mundësinë më të mirë për ta bërë Shqipërinë të jetueshme. E shohim mjetin e vetëm sot për të shkurtuar kohën e zullumeve të një qeverie, për të zvogluar mundësinë e grabitjes dhe vjedhjes që i bëhet shqiptarëve çdo ditë, dhe si një garant të respektimit të shtetit të së drejtës dhe parimeve të demokracisë. Po të mos ishte ky objektiv, aq keq sa kemi qeverisur të gjithë këto 25 vjet dhe aq shumë sa e kemi vonuar këtë proces, sot ndoshta do ishim shpërbërë dhe si parlament, edhe si shtet prej anarkisë. Ndaj unë, çka kam bërë prej 10 vitesh, do të vazhdoj ta bëj dhe ta them çdo ditë, sepse ky është vendi im, një vend me identitet evropian dhe jo me identitet partijak.
Një vend me identitet europian dhe jo partjak, keni thënë që në 2016-ën... Që më kujtove tani. Çfarë ju ngjallën? Gjithë betejat nga 2000, edhe më parë 2016-ës, për të paktën këto nuk kanë qenë ditë të lehta të atyre viteve. Jo, mund të ndalemi pak aty. Pse kanë qenë ditë? Nuk kanë qenë vitet lehta, sepse kanë qenë vitet të një debati të ndezur politik, ka qenë koha me njëherë mbas reformës në drejtësi, dhe sigurisht edhe për pjesën time politike nuk ishin ditë të lehta, sepse aso kohë mbaj mend që këtë historinë për paktin kombëtar të cilin e kam kërkuar në parlament, në konferencë shtypi madje, dhe edhe pjesën e nxitjes dhe të arsyetimit se pse po kërkoja çeljen e negociatave, mbaj mend që atë kohë dukej si blasfemi nga ana e kolegëve të mi politik. Pra ju dukej sikur po kërkoja një gjë për cilën përfitonte qeveria. Por në fakt vazhdoj të them dhe jam e bindur edhe sot se çelja e negociatave shton monitorimin dhe njëkohësisht është ajo që presin dhe që e meritojnë qytetarët. Nuk është procesi i integrimit për politikanët. Është për t'i dhënë mundësi atyre të cilët duan të jetojnë në vendin e tyre. Ndërkohë ju e ndiqni politikën e Tiranës, besoj. E mbani një kopë të kthyer, sepse jemi detyruar të ndjekim. Po veçanërisht në Tiranë, jeni më e vëmendshme ndaj zhvillimeve sepse pikërisht kjo është këto ditë. Po edhe po dua unë të harroj, nuk të lën asnjërit që sot duke çuar mesazhe dhe të kujtuar apo duke çuar në një link dhe duke të kujtuar se çfarë ndodh. Por brenda mandatit politik kam detyrim sigurisht që të ndjek zhvillimet. Nuk të harrojnë miqt, nuk e krahasoj veten dhe as e vendos në mes të një vakumi njerëzish. Nuk të harrojnë miqt. E mendon rikthimin në Tiranë në jetën politike? Unë Tiranë rikthehem thuajse çdo fundjavë. Ilva, kam nisur një detyrë e cila më pëlqen. Ka tonus politik, pra nuk është një punë teknike mbi cilën mbase nuk do të kisha arritur të mbijetoja dot, dhe është brenda profilit tim. Sepse opozita ja u përmenda këtë ditët e fundit është rikthyer në një tryezë me majorancën, me opozitën që është etiketuar tashmë si opozita parlamentare për të përfunduar reformën zgjedhore dhe ka qenë pikërisht karta e integrimit, e hapja e negociatave si një mënyrë shpjeguese se pse pas një viti bojkot të institucioneve, djegjet mandateve janë rikthyer për t'i dhënë drejtim një prej shtyllave të demokracisë janë zgjedhjet, në këtë rast reforma zgjedhore. Kur e dëgjuat këtë ulje sërish në tryezë dhe kërkesë për hapjet negociatave, si u duk? Nuk kam asnjë ndjesi ose të paktën nuk kam asnjë koment për të bërë këtu. Shpresoj thjesht ose shpresoj shumë që ulja në tryezë të mos jetë thjesht për të vendosur një paqe vetëm mes aktorëve politik. Po mes kujt duhet jetë paqja tjetër? Duhet jetë për të ndryshuar dhe për t'i dhënë mundësia asaj për cilën realisht e ka titullin ulja në tryezë, reformës zgjedhore. Dhe t'jetë vetëm për reformën zgjedhore, thoni, apo t'jetë për tekse? Nuk mund të komentoj dhe të zgjate më shumë se nuk më lejohet. Besoj që e thash. Flasim për atë që ju lejohet. Cila është sfida juaj më konkrete që donit të keni rezultate të dukshëm në këtë vit? E kam nisur këtë mandat me pritshmëri, nuk po them dyshuese, por duke patur parasysh për ritmin se si ecin gjërat, duke qenë deri diku e kujdesshme. Pra për të mos kërkuar, për të mos rritur pritshmëritë e mia. Shpresoj shumë që historia e roamingut të vazhdojë me nisjen e negociatave me Bashkimin Evropian për uljen e çmimeve të qytetarëve të rajonit ton me vendet e Bashkimit Evropian. Pra kur na duhet të udhtojmë në Itali apo në Francë apo në Gjermani, mos ta mbyllim telefonin dhe të presim vetëm kur të jemi në hotel për Wi-Fi. Dhe shpresoj shumë që të nisë shpejti ta lançojmë këtë qasje dhe këtë propozim me samitin e Zagrebit tani në maj. Uroj gjithashtu që dy nga agjendat që i kam shumë për zemër, ajo e fuqizimit të grave në tregun e punës, në rajon 43.2% e grave janë pa puna, dhe është thuajse një nga shifrat më dramatike, të jetë një agjendë e cila të nisë me rezultate konkrete dhe me transformim konkret, sikurse shpresoj shumë që një nga projektet më të mira dhe idetë që po ashtu kemi për zemër ai i të rinjve, apo nxitja iniciativave smart të rinjve për t'i sjellë ata bashk, të jetë funksional. Dhe uroj nga ana tjetër, uroj shumë që ato barrierat të cilat ende ekzistojnë sot të kenë mundësi të lehtësohen pavarësisht emrit që do të ketë procesi. Faleminderit që ishit në studion e Ilva Nau. Këtu kemi përfunduar intervistën me Melinda Bregun, sekretare e përgjithshme e Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal. Bashkë më pafshim.